Avokat, ju pam në një emision televiziv teksa kishit një incident lidhur me një pronë në Progonat. A mund të na thoni pak se si qëndron e vërteta gjithë kësaj historie? Kjo është një histori, zotëri, që ka 5 vjetë që po vazhdon, dhe zgjatet e stërzgjatet dhe po lëvizin, po driren si në përka në Shkop. Strukturat e gjykatës së rreth gjyqësor Gjirokastër dhe të prokurorisë së rreth gjyqësor Gjirokastër, në bashkëpunim me Bashkinë e Tepelenës, të drejtuar deri para pak kohësh nga ish kryetari Tërmet Peçi, sot i akuzuar në SPAK për vepra të tjera penale dhe për gravitje, të cilët nuk duan, ose më mirë me thënë, të cilët bëjnë një luftë klasash super moderne, por duke shfrytzuar dhe duke përdorur pushtetin që kanë në dorë, se kanë pushtet, natyrisht. Duke përdorur pushtetin për të mos zgjidhur një kërkesë hajdutësh, banditësh, mashtruesish, rrugaqësh, sikurse është Sokol Guga, ose si kundër është një mashtruese Arta Hita, e cila thot, na kanë përzën nga shtëpia, thot, nga cila shtëpi? Arta Hita ka 36 vjetë, Avokat, realisht ajo shtëpia që ju ishit, e kuja është? Realisht ajo shtëpia është ndërtuar në vitin, është një shtëpi dykaçe një në radhë parë. Në 87-ën të zotët e shtëpisë bën një rekonstruksion, mbyllën njërin nga dhomat e poshtme të katit parë, e rafshuan dhe kanë bërë një shtesë në të cilën po atë vit lejuan që të shkonte, të banonte atje një gjargjesh e largët e tyre me deri 10 breza, nuk e di sa larg, vetëm ka ban mbi emrin Dasi, domethënë për që janë të afërt. Meqense ajo nuk ka shtëpi, as kishte, as ka bërë, as do ketë, sepse ajo ka ndruar jetë personi që u lejua të shkonte të banonte atje, thjesht për bamirësi dhe për njerëzillëk, për humanizëm, se ndoj detyrim që ta linin atje nuk kishin. Ajo shtëpi, zotëri, është ndërtuar nga 3 djemtë e Alus Dasit. Astrid Daci, Luan Daci, Kastriot Daci. Luan Daci po theksoi nga viti 86 deri kur vate Luani në Progonat? Nga viti 80 deri në vitin 1989. Ka qenë në Progonat dhe ka qenë nënkryetari kooperativës Progonat, kooperativës bashkuar Progonat, plus edhe krye veterineri, krye zootekniku i kooperativës. Edhe nën kryetari Këshillit bashkuar. Pra, gjithçka është bërë nga këta dhe janë dokumentat e kohës. Çfarë ndodh tani? Vdes e strehuara në shtëpinë e këtyre, me lejnë e këtyre, një veprim bamirësie, zemërgjërsie, mëshire, si të duani quajini, që ajo të mos rrinte as ngjitur me bajgat e lopës, as të mos flinte në baltë, në shesh, në tokë. Pra e lejuan që të flinte në këtë rekonstruksionin, ose në këtë shtesën që i bën këta, shtëpisë së tyre. Në vitin 2021, ndron jetë Aisha Daci. Gjatë kësaj kohe duhet të theksuar një fakt. Të 3 vajzat e saj, ta shqyquajturat jetimet, ta shqyquajtur të nxjerra nga shtëpia e tyre, kishin 30 e sa vjetë ishin martuar, 35 vjetë të martuara, në familje më vete, me shtëpi më vete, me burrat e familje e fëmijët e tyre. Me që se ndroi jetë Aisha Daci, dalën këto tani dhe thonë, ne
do ta marrim ne këtë shtëpi thonë se ka ndonjë më majon aty. Një absurd që nuk ka ligj, kod, kanun që e ngrë. Sepse nënën e tyre e lanë për bamirësi, nuk i thanë na merret i shtëpinë. Dhe s'kan thonë, nga ana tjetër pretenduan që e kanë trashëguar nga nëna. Askush në Republikën e Shqipërisë, po dhe në botë nuk mund të trashëgoj, ose nuk mund të lërë testament, ose nuk mund të falë një pronë, një objekt për të cilin nuk është pronar. Pra, Aisha Dacia s'kishte asnjë lloj dokumenti për atë pronë. Përpasoj nuk mund t'u alinte trashëgimi. E çojmë, ne pandisim ashekën e Tepelenës në gjykatën e rrethit gjyqësor Gjirokastër, e cila me vendimin numër 304 datë 13 prill 2023, mos gaboj, i njeh pronar të ligjshëm, pronar të shtëpisë, 2022, po e korrigjoj. Dhe me vendim të formës prerë, ato zonjat, ato të tri motrat që kishin bërë kërkesë për të njohur si pronare, u përjashtuan me vendim tjetër gjykate me numër 299, datë 24, dhe i cili morë në formën e prerë në datë 24 prill 2022. Pra, ligjërisht, moralisht, njerëzisht, nuk kanë absolutisht asnjë të drejtë që të kërkojnë ose të rivendikojnë pronësinë mbi ato objekt. A ka ndonjë letër tre vajzat që pretendojnë shtëpinë? Asnjë lloj letre, e kemi kërkuar në mënyrë të përsëritur, por nuk kanë letër, prandaj dhe nuk e apeluan vendimin e gjykatës shkallës së parë Gjirokastër, e cila i nxori jashtë ligjit për atë pronë. Po ai tjetri, ai burri, çfarë kërkon? Ai tjetri, tani kush është ai tjetri? Ai është një rrugaç, e them me përgjegjësi. Është njëri pa fytyrë, është një triga. Sokol Guga, trojet e tij stërgjyshore nuk i ka në bregun e Dace, i ka në një vend tjetër. Këtë pronë, këtë shtëpi ku rrinë sot dhe që janë komshi me klientët e mi, ata e kanë blerë nga një i kushëriu i këtyre. Ai e kanë lejuar këta me një letër dore që të banoj në 60 metra katrore që kishin këta në trollën e tyre. Dhe një kasollë. Del tani, mbas këtyre grabitjeve që u ka bërë tokave dhe pronave shteti shqiptar aktual, pushteti aktual, dhe ka marrë 300 metra katrore në rregull, kanë nxjerrë dhe certifikat pronësie, po në rregull. Çka bërë? Ka zaptuar dhe 230 metra katrore të këtyre. Ka zaptuar 213 metra katrore. Dhe këtë zaptim ai e quan normal, e quan të ligjshëm, e quan të tija, në një kohë që klientët e mi kanë me dokument pronësie, me vërtetim pronësie të vitit 1948-51, kanë një sipërfaqe prej 642 metra katrore truall. Në regjistrimet që janë bërë në vitin 2002, këtyre u kanë hedhur 200 metra katrore truall dhe një ndërtesë me 82 metra katrore, banimi, dhe pjesën tjetër nuk e kanë hedhur fare. Pra nuk kanë dashur të njohën 642 metërshin. Ky tani, Sokol Guga dhe banda e tij tribale, sepse ata më kanë sulmuar, do vi më vonë aty, kanë zaptuar këtë sipërfaqe që thash dhe e duan të tyre. Për këtë arsye kemi shkuar disa herë në komisariatin e policisë Tepelen, kanë vajtur disa herë në komisariat. Jam në gjyq me ta, sepse më kanë sulmuar në krye të detyrës, më kanë plagosur 3 herë, jo 1 herë. Po këto janë problemet të gjykatësit të prokurorisë Gjirokastërës, për këto do bëjmë një emision tjetër të veçantë, që të argumentoj me prova, me dokumenta, me fakte, çfarë ka bërë dhe çfarë nuk duhet të bëte prokuroria e Gjirokastërës. Sepse ka një vendim të apelit të gjykatës apelit të Tiranës, që i thot prokurorisë dhe gjykatës Gjirokastërës, duke qenë se avokati Zaçi Islami ishte goditur në krye të detyrës si avokat,
dhe kap në 237 i kodit penal, ata kanë sulmuar për punojnësin e drejtësisë, ai duhet të merret i pandehur dhe të gjykohet sipas ligjit. Se ka zënë me dorë gjykata e Gjirokastrës akoma këtë vendim të gjykatës së apelit Tiranë. Pse? Sepse janë të tërë të lidhur me njëri tjetrin. Pra, këtë rri një çështje penale 2 vjet pa u gjykuar, këtë e bëjnë vetëm Gjirokastër. Jo në vend tjetër. Megjithatë, gjithsesi, Sokol Guga para një viti mori ucilësuesi i pandehur me vendim gjykatës Gjirokastrës. Nuk i mjafton ajo, po vjen dhe krijon insinuata të rrezikshme. Në një kohë që në Progonat kishte ardhur një gazetar i një emisioni investigativ, një gazetar tërësisht i papërgjegjshëm dhe i pa aftë për të kryer atë detyrë, por i qëllimshëm për të krijuar insinuata të tilla që atje me atë veprim që bëri ai mund të kishte gjak derdhje në çdo sekondë. Megjithatë, ajo është një çështje që ne do ta gjykojmë në një tjetër emision dhe po atje në atë kanal. Por dua të them përfundimisht që as Sokol Guga, as Arta Hitaj nuk kanë absolutisht asnjë lloj dokumenti pronësie lidhur me atë që pretendoi. Në listën e pronësisë toksore, Arta Hitaj figuron me një truall sa e ka 300 metra katrore, ku janë të përfshira edhe 2 kasollet e saj, është në kufi me këta klientët e mi, s'ka asnjë lidhje me pronën e këtyre. Janë bërë të 2 bashk tani. Rasti rrallë. Janë bërë të 2 bashk, dhe Sokol Guga dhe Arta Hitaj, dhe dalin e kërkojnë pronën e Artës. Pronë, po se ku e ka pronën Arta, nuk e thonë. Arta ka arritur deri atje sa të falsifikoj edhe linjën e fisit, që të thotë, unë jam e mbese në Kidacit. Në fakt, në Kidaci ka qenë gjyshi këtyre. Gjyshi e Artës ka qenë Halil Daci. Deri aty kanë arritur sa gënjejnë dhe publikisht. Në listën e pronësisë toksore, mund ta marrësh pak atje lutem se është aty. Halil Daci është gjyshi i saj, babai. I korespondon prona 7 Ato pretendojnë që është tjetër dhe kanë jetuar. Mund ta vëm para kamerës të lutem? Po. Kjo është lista e pronësisë toksore. Si kundër shikoni, të thot, urdhon, Halil Lahe Daci. Dakor t'jemi deri këtu? Dhe në listën e pronësisë toksore ka numrin 71. Numri pronës. Ndërsa klientët e mi kanë numrin 7 apo 9, nuk kujtohet. Bjerin qik. Ky është vërtetimi i pronësisë, është në fuqi, ka dalë nga kadastra e rrethit të Tepelenës, është i pakontestuar deri më sot. Dhe me vendim gjykate që kemi kërkuar, është marrë mas sigurie, dhe gjykata ka njohur vetëm 200 metra katrore dhe ndërtesën në të prej 80 metrash. Në fakt, ne jemi në gjyq me ASHK-n, të cilës i kërkojmë të plot truallin të 642 metra katrore dhe të mos ketë njëri pjesëtar të tjerë. Avokat, tani çfarë kërkoni ju? E pare punës njerë kërkoj që opinioni publik të mësoj të vërtetën e këtij sherrri 5 vjeçar, i cili mbahet i hapur, zjarri hapur nga organet e pushtetit gjyqësor në rrethin e Gjirokastrës. E dyta, kërkoj që të merren masa nga strukturat e posaçme të policisë së qarkut Gjirokastër që Sokol Guga të mos afrohet më dhe të mos fyej neve në punën tonë
në të drejtën tonë. E treta, të thirren këto pretendueset abuzive, kryesisht ata hitaj, të thirret dhe t'i thuhet që aty s'ke asnjë lloj të drejtë në atë pronë, duke ja argumentuar me dokumenta që u thash edhe me pronat. Dhe e fundit, kërkoj me çdo kusht nga Bashkia e Tepelenës, nga IVMT-i e Tepelenës, që ky gen plan të materializohet në terren, dhe t'i vihen kufit në pronën e tij dhe të mos ketë punë me 642 metërshin. Këtë kërkoj, asgjë tjetër. Faleminderit.